Ish banorja e Big Brother V për Kosova dhe modelja e njohur, Gjuli Nura, po bëhet nën për herë të parë. Ajo ka vendosur ta përjetojë këtë rrugëtim si nënë e vetme, duke zgjedhur procedurën e fekondimit in vitro, një vendim që ka ngjallur diskutime të mëdha në rrjet. E për këtë së fundmi u bë një reagim edhe nga ish banorja e Big Brother V për Kosova 3, Gjeneta Fetahu. Thekson se Gjuli ka bërë një gabim pasi fëmia do të di se ka baba dhe se nuk mund t'ia plotësojë atë ndjenjë kurrë. Jam duke u rrezitur këtu dhe isha duke I shikuar disa video disa gra që po thonë shumë mirë ka bërë Gjuli, shumë mirë ka bërë Gjuli. Nuk jam kundër që një njeri që vendos jetën e vet bashkë si të doj, e ka të drejtën e botës, por jam kundër që ti të mendosh veç veten pse I ke bërë 30 e diçka vjet dhe mendon që suksesi I femrës është vetëm me u bë prind është shumë gabim. U shpreh ajo. Tutje tha. Për mendimin tim ti je shumë egoiste që sjell në jetë dy engjëj që janë të pafajshëm dhe nuk munden kurrë në jetën e vet ta dinë se kush është babai. Ti kurrë atë ndjenjë nuk mund t'ia plotësosh ndjenjën e babas sado që ka një super nën. Me ja ofruar të gjitha të mirat e botës, atë ndjenjën e babait nuk mund t'ia plotësosh. Fëmia ka të drejtë sado me qenë I keq apo I mirë prindi me taku një herë në jetën e vet, se kush është. Të paktën mendja të aron, mandej është diçka tjetër që ka njerëz që ju mbaron dashuria, ndahen ka prindër të papërgjegjshëm që kur ndahen nuk përkujdesen për fëmijën, por është plotësisht temë tjetër. Për mendimin tim, Gjuli më ka pëlqyer gjithmonë për femrën e fortë që është, po për këtë nuk më ka pëlqyer as pak. Mendoj që ti mendon vetëm për veten, njëri egoist, njëri I keq. Mendoj që kësaj here ke gabuar, përfundon Gjeneta.